Jam në Milano, te Visconti Hotel, po punoj për një projekt shumë bukur me Giacomo Brunin. Jam shumë i emocionuar sepse kthehem në Milano mbas 20 vjetësh, edhe dje kur mora metron po reflektoja që gjërat që kanë ndryshuar në këto 20 vjet. Para 20 vjetëve në Milano kam qenë shumë në vështirësi, me varësitë e mia, me vështirësitë e mia, me shumë gjëra që më mungonin në atë moment. Edhe po reflektoja sa shumë gjëra kanë ndryshuar në këto 20 vjet. Jam i kënaqur, emocionuar për atë që po bëj me protokollin momenti, sepse po përmirësoj gjithmonë dhe më shumë që një njeri që fillon këtë rrugtim me mua, jo vetëm që të ndaloj nga varësitë, por të filloj të kujdeset për veten, të filloj dhe mos lejoj më që e kaluara t'i dëmtoj të ardhmen e vet, por të filloj të marrë përgjegjësitë duke u kujdesur për veten, duke mbajtur pastër trupin, mendjen dhe shpirtin. Së shpejti do ju flas për projektin e ri, jam shumë i emocionuar, është sigur po lind një fëmijë. Dhe jam i sigurt që ky projekt do ndihmojë shumë njerëz që të shkëputen nga varësitë dhe të fillojnë më në fund të kujdesen për veten.